ka qenë njëherë një besimtar. Ai lutej çdo natë. Lutej dhe pritte përgjigje nga Allahu Azza wa Jall. Por një ditë ai u lodh dhe filloi të dyshoj. Pse Allahu nuk po më përgjigjet? Dhe një natë ai nuk u lut, por qau fort. Dhe pikrisht atëherë ndjeu diçka ndryshe brenda tij dhe ndjeu sikur ju ndryshua jeta. Pra pikrisht atëherë e kuptoi se lutja e tij i është pranuar. Pra Allahu nuk vonon, por përgjigjet në kohën perfekte. Ndoshta lutja jote është shumë afër, më afër se sa ti e mendon.